Në Pogradec, festa e Pashkës u kremtua me përkushtim edhe në kishën e vjetër ortodokse, Fjetja e Shënt Marisë, ku besimtarët u mblodhen për të ndjekur ceremoninë e shenjtë të ngjalljes së Krishtit. Në thirrjet e fuqishme e Krishti u ngjall, e cila u përcoll nga gjithë të pranishmit, u shpall lajmi i ringjalljes së Krishtit, duke mbushur ambientin me emocione dhe shpresë. Ceremonia u drejtua nga Petro Marko, i cili udhëhoi lutje dhe mesazhin e kësaj nate të shenjtë, duke ftuar besimtarët drejt paqes, dashurisë e besimit pa lëkundur. Në përfundim të meshës, besimtarët morën qirin të ndezur me flakën e shenjtë, të cilën e çojnë në shtëpitë e tyre si simbol bekimi, drite dhe mbrojtje hyjnore. Kremtimi i Pashkës në këtë kishë të vjetër të qytetit mbetet traditë e trashëguar ndër breza, duke forcuar lidhjen shpirtërore të komunitetit e duke ruajtur vlerat më të thella të besimit ortodoks. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.